Agjencia për informime privatësi si institucion i pavarur për zbatimin e politikave shtetërore për mbrojtjen e dhënave personale dhe qasjen dokumente publike në kuadër të përveprimit të vet, ka vazhduar të bëjë mbikëqyrjen e këtyre dy ligjeve, duke orientuar kryesisht në ndërgjegjësimin, shqyrtimin e ankesave, pjesëmarrjen apo edhe antarësimet ndërkombëtare që kemi bërë, por edhe trajnimin e vazhdueshëm, dhënien e këshillave dhe kompletimin e kurrizës ligjore për mbrojtjen e dhënave personale dhe qasjen dokumente publike. Normalisht që puna jonë edhe orientimi jonë në mbikëqyrjen e zbatimit të dy ligjeve është shqyrtimi i ankesave dhe unë do t'i paraqes statistikat fillimisht. Në përmbushjen e mandatit tonë gjatë periudhës raportuese janar-dhjetor 2025, në total kemi pranuar 1085 ankesa në të dyja shtyllat. Nga to 927 janë për qasjen dokumente publike. Çka vlen të theksohet është se 832 ankesa nga 927 kanë përfunduar, të tjerat janë bartur për vitin 2026 për shkak të pamundësisë shqyrtimit të gjithave brenda afatit të 2025 dhe kjo për shkak të stafit shumë të vogël dhe numrit shumë të madh të ankesave që është gjithherë më shumë në rritje. Atë që dua të cek është sepse ndërgjegjësimi i qytetarëve në raport me të drejtën e tyre për qasjen dokumente publike është shumë më i madh dhe normalisht që edhe numri i ankesave për vite, ashtu siç edhe janë në raport që nga viti 2021 ka rritje për nga 200-250 ankesa në vetë më shumë. Ndërsa te mbrojtja e dhënave personale, numri i ankesave është 158 ankesa, ndërsa në total kemi kryer 364 inspektime, 367 inspektime sipas detyrës zyrtare, por edhe në bazë të ankesave të parashtruara. Në kompletimin e kurrizës ligjore, agjencia tashmë ka një vetëca që ka përgatitur me mbështetjen e Këshillit të Evropës ligjin për përpunimin e të dhënave nga institucionet e zbatimit të ligjit, një ligj që është rregullative evropiane, është rregullore evropiane e që kërkon harmonizimin dhe kompletimin e kurrizës ligjore për shkak specifikave që kanë institucionet e zbatimit të ligjit dhe presim që shpejt ky ligj tashmë ka kaluar edhe konsultimet publike, edhe deklaratat financiare, edhe ato të përputhshmërisë me rregullativën evropiane, mirë po presim që kjo të kalojë në qeveri dhe në kuvend. Në njëjtën kohë, si vetë kemi paraqitur, ashtu siç e kemi bërë edhe vitin e kaluar, edhe draftligjin për marrjen e njëanshme të obligimeve të Konventës 108 që ka të bëjë me përpunimin automatik të dhënave personale, ligj ky i cili do të na mundsojë që të jemi edhe antar të mekanizmave të tjerë mbikëqyrës evropian për këtë transferin e të dhënave ndërkupitare e që sot pas parasysh digitalizimin, inteligjencën artificiale është nëse i domosdoshëm. Po ashtu kemi lëshuar diku 58 këshilla ligjore, ku 29 janë lëshuar për institucione publike dhe 12 këshilla janë për institucione private. Ajo që ka vlen të theksohet është numri i madh i stafit të cilin në vazhdimsi e kemi trajnuar, janë 807 zyrtarë që gjatë vitit 2025 janë trajnuar, 100 prej tyre kanë marrë certifikata ndërkombëtare dhe këto janë realizuar përmes projekteve që i kemi pas gjatë vitit 2025. Një prej të arriturave që mund të them se është bërë në të mirën e qytetarëve është platforma për menaxhimin e rasteve. Domethënë kemi bërë komplet digitalizimin e sistemit të trajtimit të ankesave të rasteve në agjenci. Fatkeqësisht ende jemi në procedurë të ndërlidhjes me e-Kosovën, sepse janë 11 module të cilat do të paraqiten në e-Kosova dhe kjo përveç që do të lehtësoj barrën administrative të qytetarëve, do të ndikoj edhe në transparencë më të madhe të trajtimit të rasteve nga ana e agjencisë, por edhe qasjes shumë të lehtë qytetarëve për të ankuar në agjenci. Përveç kësaj, në fillim të vitit kemi lancuar platformën digjitale me mbështetje të ambasadës amerikane që në 24 shtatë detekton rrjedhjen e të dhënave personale nga ofrues të shërbimeve që operojnë në Kosovë. Tash kemi parasysh që mungesa e domenit të Kosovës na ka paraqitur shumë probleme në realizimin e gjitha kësaj mbikëqyrjes përmes kësaj platforme, por gjithsesi
na ofron dikun deri në 80%, na ofron mundësi të për me I pa se ku na rrjedhin dhona, kush janë ata kontrollues qofshin publik apo privat, të cilëve po I dalin dhonat në internet hapur, por edhe në rrjetin e zi edhe mund të shiten dhonat e qytetarëve tonë. Dhe kjo platformë më shumë na ka ndihmuar në parandalim të rrjedhjes së këtyre dhonave, ku I kemi njoftuar institucionet që kryesisht kanë qenë institucione private dhe që përpunojnë numër të madh të dhonave. Kështu që është një mekanizëm I ri, efikas, digital, që ne po e përdorim për qëllimin e mbikëqyrjes së zbatimit të ligjit mbrojtjes së dhonave. Në zbatimin e ligjit për çastjen dokumente publike, agjencia për shkak mos transparencës apo mos ofrimit çastjes në dokumente publike, edhe pse në 82% të rasteve kur ju kemi drejtuar institucionit për me ofru qasje në dokumente publike, është realizu kërkesa e qytetarëve për të marrë qasje, mirë po një pjesë e tyre janë refuzuar mbi bazën e të kalimit të afateve për paraqitur ankesa dhe janë 18 raste të cilat nuk kanë ofruar qasje dhe janë 18 gjoba të shqiptuara. Ndërsa në mbikëqyrjen e zbatimit ligjit për mbrojtje të dhënave kemi 10 gjoba të shqiptuara, 2 janë ndërmarrje publike, që është Kesko dhe Ujësjellsi, ndërsa 1 është media, 1 është institucion publik dhe 6 janë kontrollues privat. Një hapësirë shumë të veçantë dhe të shumë të rëndësishme I kemi dhënë edhe anëtarësimeve në organizmat ndërkombëtar. Ne pas anëtarësimit në Bordin Evropian mbrojtjes së të dhënave si institucioni më I lartë evropian për të mbrojtur të dhënat e qytetarëve evropian, ku tani më jemi anëtar të rregullt në seancat mujore që mbahen. Jemi për anëtar me të drejta të plota edhe në konferencën e komisionarëve të mbrojtjes së të dhënave, që njihet si Spring Conference, e nga e cila direkt kemi marrë të drejtën e organizimit të workshopit evropian, I cili është realizuar në prill të vitit 2024 dhe që ka pas një impakt jashtëzakonshëm qoftë në njohjen e vendit, por edhe në ngritjen e këtyre standardeve rreth apo edhe shkëmbimin e eksperiencave provojave me vendet evropiane në raport me qasjen në dokumente publike, por edhe me mbrojtjen e të dhënave, që workshopi është mbajtur në nëntor të vitit 2025 dhe ku kemi pas rreth 23 shtete evropiane pjesëmarrëse, dikun rreth 80 për pjesëmarrës në përgjithësi. Jemi anëtar tashmë të Komitetit Ekzekutiv rrjet I ri evropian për qasjen në dokumente publike, ku jemi anëtar të Këshillit Ekzekutiv. Të Këshillit Ekzekutiv, I cili udhëhiqet nga Gjermania, pjesëmarrës apo anëtar jemi ne si Kosovë, është Spanja, është Portugalia, Franca dhe Skocia. Pra, jemi në mesin e gjithë vendeve të EU-s dhe presim që edhe asambleja tashmë që e ka miratu këtë përbërje, por edhe iniciativën tonë për themelimin e grupit punues për transparencë proaktive ta mbështes pasi që veç kemi marrë dritën e gjelbërt nga ky komitet. Po ashtu jemi në 4 grupe punuese ndërkombëtare që lidhen me mbrojtjen e të dhënave personale, grupi ndërkombëtar për integritet, grupi ndërkombëtar për mbikëqyrjen e inteligjencës artificiale, grupi ndërkombëtar për fuqizimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe grupi ndërkombëtar për menaxhimin e dhënave personale në raste të krizave. Kjo është në përgjithësi ajo që atë çka dua ta cek është që në vitin 2025 në veçanti kemi punu me sektor të caktuar, kemi punu me sektorin shëndetësor, sektorin e edukimit dhe sektorin e kompanive të sigurimeve, kemi raporte dhe vendime të nxjerruna. Dua të cek se dita 28 janari, që është dita ndërkombëtare e mbrojtjes së të dhënave në vitin 2026, që është mbajtur tani në prilin 2026, është orientuar dhe pothuajse në çdo shkollë të Kosovës ora e parë është mbajtur si ora e privatësisë, ka shumë aktivitete që janë zhvilluar dhe kemi orientimin që tashmë jemi drejtuar dhe me shkresë Ministrisë së Arsimit që mbrojtja të dhënave dhe sjellja e fëmijëve në internet të jetë pjesë e lëndëve mësimore në kurrikulat mësimore të shkollave fillore dhe të mesme. Meqenëse se vitin e kaluar s'kemi pas takim, unë ju përgëzoj për punën e juaj ndër vite, tashmë 5 vite që jeni në këtë funksion. Më vjen keq që u kritikua raporti juaj kësaj radhe nga deputetja e cila këtë vit
është në këtë komision dhe këtë raport e ka analizu, po jo punën e juaj ndër vite. Ndërsa unë si antare e këtij komisioni kam qenë 5 vite antare e Komisionit për Siguri dhe e di në vazhdimsi me sfidat me të cilat jeni përballë dhe gjithë punën e aktivitetin e juaj si agjencion që vërtet ndër vite, pavarësisht sfidave që i keni pas, ju keni treguar rezultatin maksimal të mundshëm në bazë të kapaciteteve të juaja. Tu pas parasysh se keni pas mangësi në staf, po edhe në buxhet. Mirë po, avancimi juaj në aspektin ndërkombëtar, këshillat e juaja, puna e juaj, edhe afirmimi juaj në aspektin ndërkombëtar të Kosovës edhe të mbrojtjes së privatësisë në aspektin ndërkombëtar është për të lavduar. E sa i përket raportit ose pyetjeve ose kritikave që i bone kjo kolegja jon raportit juaj, unë mendoj se ai raport më shumë ishte si sugjerim nga ChatGPT se sa si analizë e vet deputetës në fjalë. Pari po më pengon qasja e komisionerës në këtë formë ndaj deputetëve, sepse nuk është etike as morale të sillet ndaj një deputeti, sepse këtu ke ardhur për raportim e nuk ke ardhur për arsye personale. Kështu që unë si antare e re këtij komisionit me të vërtet u niva shumë keq edhe të sillesh në atë formë kur ti ki bazë për të konfirmuar ata që nuk e tha deputetja në fjalë, unë nuk e shoh të arsyeshme ti të nxjerrësh çaq shumë edhe ta gjush me asi fjalë fyse është për mu çudit. Edhe me marr personale ti ma bëne kështu, ma bëne ato, nuk pesho shumë të arsyeshme. Nëse ki fakte ndaj raportit, veç mundesh me konkretizu që kjo nuk është ashtu, po çështu, edhe këtu je para neve për me raportu. Nuk e pash diçka që ta gonja që ti me marr shumë seriozisht, veç në bazë të raportit, kur që tjetër. S'di pse u nxjeve kaq shumë, s'di pse dhimbti që kaq shumë, për ti me u qasë që ka shumë ndaj deputetës. Ne jemi këtu të zgjedhurit e popullit dhe ne kemi këtu të drejten e botës me fol ndaj raportit, ndaj detyrës tonë. Unë nuk e di çka pati ti, çka ty të dhimbti mas shumë ti, për ti me u qasë që ashtu deputetës. Ne kemi ardhur këtu, edhe ti e ki obligim më ardhur këtu me raportu, e ju mos janë që të mënyrë. Po më vjen shumë keq për qasjen tonë. Në bazë të raportit kisha dashur me i fol vetëm disa pika të dobta dhe me t'i bonja 4 pyetje. Unë si antare e re thashë komisionit, nashta nuk e kuptoj të gjithën sepse jam e re, mirë po kisha dashur me diskutu edhe me u qetësu si komisionere. Pikat e dobta janë që është kapaciteti i kufizuar për përballimin e ankesave, që është numër i lartë i ankesave. Për 1085 ankesave që i keni 175 të bartura për vitin 2026, që tregon një ngarkesë operative dhe mungesë efikasiteti në trajnimin në kohë. Fokus i tepruar në aktivitete formale, jo në ndikim real, andaj thekson trajnime që i keni 800 që i keni trajnu, mirë po edhe aktivitete informuese për mungon matja e efektit real në institucione, indikator të përmirësimit të zbatimit të ligjit risk, performancë procedurale jo substanciale. Digitalizimi ende në fazë fillestare, që është vetëm i lansuar, jo plotësisht i konsoliduar, nuk ka të dhëna për funksionalitet të plot, integrim me institucione tjera, andaj risk operacional dhe transparencë e kufizuar reale. Mungesa analizës së rreziku dhe kërcënimeve nuk trajtohen, rreziqet kibernetike, abuzimet sistematike me të dhënat ndikimet nga aktorë të jashtëm, andaj keni dobësi serioze në aspektin e sigurisë kombëtare dhe inteligjencës. Transparencë selektive, raporti përmend publikim të shpenzimeve, por nuk ka analizë efikasitetit të buxhetit, andaj mungon lidhja kosto-rezultat, riski menaxhimit jo optimal financiar. Këto janë një 4 pyetje që du me t'i bo, edhe ndoshta me marrë informacione pak më shumë ndaj teje.
Pse mbetet një numër i konsiderueshëm i ankesave të patrajtuara dhe çfarë mekanizmash konkret do të implementohen për reduktimin e këtyre? Si matet realisht ndikimi i trajnimeve dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese në përmirësimin e zbatimit të ligjit nga institucionet? A ka agjencia kapacitete të mjaftueshme teknike dhe njerëzore për të përballuar rreziqet e sigurisë së të dhënave në kontekstin e kërcënimeve hibride dhe kibernetike? Në çfarë mase sistemi digjital ka përmirësuar konkretisht transparencën dhe efikasitetin dhe a ekzistojnë indikator të mashëm për këtë? Faleminderit shumë. Faleminderit, deputete, komisionere, ju lutem të përgjigjeni. Faleminderit deputete. E para, çështja e trajtimit të ankesave mbetet sfidë, ka qenë sfidë, ta keni parasysh që derisa nuk ka pas ndërgjegjësim dhe qytetarët nuk i kanë njoft fare drejtën e vet pa ekzistimin ton, ka qenë një numër prej ankesave veç prej medjave dhe prej OJQ-ve në diku 145 ankesa. Sot i kemi 1085 ankesa. Dhe mbetet numri i njëjtë. Sa i përket kërkesave tona për shtim buxhetit edhe të personelit, i kemi bën vazhdimsi ato, 2 herë në vit, mas fakti, që ne kemi mungesë të personelit dhe të buxhetit. Dhe neve nuk na është as buxhet as personel. Sa i përket çështjes së sigurisë kibernetike, është jashtë fushëveprimit të agjencisë për informim e privatësi. Ekziston një agjenci e re dhe ajo duhet i trajtojë, ne nuk i trajtojmë çështjet e tilla. Dhe nuk e dia pa të pyetje tjetër, masat e rrezikut, ne kemi rregulloren tonë të mbrajtshme për masat e sigurisë teknike dhe organizative, të njëjtat i kemi kërkuar nga gjitha institucionet, kanë një afat të përcaktuar se kur duhet i dorëzojnë, kanë filluar në shumicë të dorëzojnë ato, por nuk i kanë kryer të gjitha, ne ju kemi shtyr afatin për shkak kompleksitetit që e ka vetë natyra e masave të sigurisë. Ndërsa sa i përket platformës digjitale, edhe një herë ju sqaroj çush është e paraqitur në raport, ne e kemi lexuar në fund të dhjetorit e njëjta për shkak problemeve teknike që ka e-Kosova, nuk ka mund me ndërlidh databazën, janë 11 module deri në qershor do të përfundoj. Nëse e-Kosova nuk do ta merr, ne të njëjtën mund ta zbatojmë edhe vetë përmes webfaqes tonë.